Autoritetet kolumbiane kanë arrestuar shtetasin kosovar Arjan Luka, i cili kërkohej nga autoritetet e Kosovës për veprat penale, vrasje e rëndë dhe shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Lajmin e ka bërë të ditur të martën ministri i mbrojtjes i Kolumbisë, Pedro Sanchez, i cili ka thënë se arrestimi është kryer në aeroportin ndërkombëtar El Dorado nga policia kolumbiane në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të Interpolit. Sipas tij, Luka konsiderohej objektiv me vlerë të lartë për rajonin e Ballkanit dhe për misionin paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Duke e cilësuar arrestimin si rezultat të rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit ndërkombëtar. Autoritetet kolumbiane kanë bërë të ditur se hetimet tregojnë se gjatë periudhës 2023-2026 i dyshuari ka lëvizur në shtete të ndryshme duke përdorur dokumente me identitet serb në përpjekje për t'u shmangur kontrollave ndërkombëtare dhe drejtësisë.